Dita 7. Besimi që çudit dhe falja e madhe. Leximi i ditës. Ungjilli i Lukës, kapitulli 7. Vargu kyç. Prandaj po të them, asaj i janë falur shumë mëkate sepse ka dashur shumë. Por kujt i falet pak, ai dashuron pak. Shpjegimi. Luka 7 përqendrohet në dy tregime të fuqishme të besimit dhe faljes. Besimi i ushtarit romak ishte aq i madh sa që Jezusi u mrekullua. Më pas historia e gruas që lante këmbët e Jezusit me lotë dhe vaj. Këtu Jezusi jep mësimin thelbësor. Dashuria jonë është një përgjigje e drejtë për drejtë ndaj faljes që kemi marrë. Sa më thellë të kuptojmë hirin e tij, aq më shumë do të dashurojmë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 7. O Zot Jezus, Zot i faljes, unë të falenderoj për autoritetin tënd mbi sëmundjen dhe vdekjen. Më ndihmo ta kem atë besim të thjeshtë si ushtari romak, duke besuar te fjala jote edhe nga larg. Unë i rrëfej mëkatet e mia dhe kërkoj thellësinë e faljes tënde, që zemra ime të dashuroj shumë. Bëje jetën time një dëshmi të hirit tënd, duke e dashuruar popullin tënd, ashtu si ti na ke dashur ne. Amen.